Lajme të mira vinë për Shqipërinë kur jemi pak ditë para ndeshjes me Serbinë, në datën 7 qershor, ku qezinët do të përballen kundër serbëve në Air Albania, në një takim ku fitoria mbetet një detyrim për kombëtaren tonë. Duket se universi po punon për fitore dhe mbrëmjen e shqiptarëve. Kështu duket, gjithmonë jemi mësuar që në një grumbullim të Shqipërisë të kemi lojtarë të cilët dëmtohen dhe mungojnë për ndeshjet e ekipit kombëtar. Në disa raste Broja, në të tjera Berat Gjimshiti, më pas Mario Mitaj, nuk ka ndodhur kurrë që Shqipëria të jetë e plot me gjithë organikën e saj. Por kjo do të ndodhi kundër Serbisë, teksa ndoshta për herë të parë në drejtimin e Silvinjos, Shqipëria do të jetë me gjithë organikën e saj të plot, as si dëmtim nga ana e kuqezimeve, por në kampin kundërshtar kanë filluar problemet e para. Ali Tadi ka dalë me një lajm fantastik në ditën e sotme. Klubi Mario Mitajt ka njoftuar se portieri i tyre, që është dhe portieri titullar i Serbisë, Rajković, është dëmtuar dhe do të shkojë në operim. Në fakt, kishte kohë që Rajković ishte i dëmtuar, që në gjysmëfinalen e Kupës Arabisë Saudite që u zhvillua në mesin e majit, por pritej që dëmtimi i tij të ishte më i lehtë dhe ky lojtar u përfshi në listën e ekipit të Serbisë për të udhëtuar në Tiranë. Megjithatë, trajneri i Serbisë duhet të bëjë pa portierin titullar në Tiranë. Kjo pasi Ali Tadi ka njoftuar se Rajković do të operohet të martën në Finland dhe kështu është konfirmuar zyrtarisht mungesa e tij kundër Shqipërisë. Një lajm i parë i mirë për kuqezinjt, pasi Rajković është një shtat lart dhe do t'i japte shumë probleme futbollistëve tanë për t'i penguar që topi të mos hynte në rrjet. Ky lajm ka marrë vëmendje të madhe në mediat serbe, të cilat e quajnë tronditse faktin se do të jenë pa portierin e tyre të parë në ndeshjen më të rëndësishme kundër Shqipërisë në transfert. Tani pritet që portieri i Strasburgut, Petrović, të jetë zgjidhja e parë e trajnerit serb, një portier tjetër shtatlart, por që nuk e ka eksperiencën e Rajkovićit dhe prezencën e tij, pasi ky i fundit, siç dihet, ka luajtur për shumë sezone në La Liga me Mallorcën, atje ku ishte pjesë e ekipit edhe Vedat Muriqi. Gjithashtu, Rajković ka qenë pjesë me Serbinë në botërorën evropian, duke pasur shumë eksperiencë me shpatulla dhe njëkohësisht duke pasur provokimin si pikën e tij të fortë. Por ai nuk do të jetë pjesë e Serbisë në ndeshjen kundër Shqipërisë dhe Petrović është një histori komplet tjetër nga ajo e Rajković.